Asgjë nuk ndodh. Do ti vazhdon, si ta shpjegoj. Janë 33 kapitull. Okej? Çdo kapitull ti e negocion. E mbyll, por nuk e validon mbylljen. Pra i kosa nuk është validuar mbyllja e kapitullive, që ka të bëjë me shtetin drejtës, 23-24. Po kjo të pengon të vazhdosh. Do negociosh për gjithë të tjerat, për politikën e jashtme, për atë. Por nuk e mbyll dot. Si thua, jeni si do provimesh, ke 10 provime. Në ato 10 provime, njëri është më i rëndësishmi. Domthon, në të tjera ti mund t'i japësh, po s'ta japin notën finale, pa aq kohë se s'ke mbyllur një provim. Që është i barit. Pa kjo nuk e pengon Shqipërinë të vazhdojë të negociojë, po thjesht nuk mbyllen negociatat. E kundra që po ndodh me Malezi. Malezi e mbylli i barit, pa që drejtës është në rregull, tani që tjerat e formalitete se mbyllen i ka negociuar ato. Mbyllen njëra pas tjetrës dhe Malezi është gati për të firmosur traktatin e integrimit. Shqipëria kjo është, pra, kjo është si thua ajo rëndësia kardinale, kapitale e i barit. Se pa i barit nuk mund asnjë kapitull, po edhe me i bar të bllokuar ti vazhdon të negocion.